Përshëndetje, miq të Tru Podcastit, po afrohen ditët e fundit të fushatës. Kemi marrë kandidatët që janë zë shumë i fuqishëm në parlamentin e nesërm, që në betejat më të vështira politike të 4 viteve të fundit, sidomos, kanë ngritur zërin kundër padrejtësive si të brendshme, po ashtu edhe nga kampi kundërshtar. Të paktën një herë, edhe pse mund të kenë dividenca me njëri tjetrin, një herë kanë folur për kauzat e gjithëve neve, si për prishjen e teatrit, që nuk është se u prish vetëm godina, po u prish nocioni i kulturës, pra dora e shtetit hyn kudo. Nuk është se vuri njëri dorën ujë në zjarr, sepse siç e dini juve, neve pacientët e kemi o lele ajo imja pragë brenda. Kur na vjen ujë deri këtu, themi po pse po mbytemi. Nuk janë marrë disa kandidatë tjerë, cilët janë edhe për të plotësuar listat, ose nuk e di se çfarë mund të jenë aty, marrëveshje okulte mes klaneve e bla bla bla. Por siç e kam nisur këtë podcast për të qenë zëri i lirë i shqiptarëve, 40 milion shqiptarëve anë mban botës, për me qenë zëri i Amerikës që u mbyll juridikisht edhe praktikisht, pra një podcast që nuk varet linjë editoriale, kam mbajtur standardin e njerëzve me integritet dhe njerëzve që kanë mendim kualitativ, jo mendim që u çova dhe çdo ha buk, po mendim se si do shkoj Shqipëria dhe si do t'i rrisun nipat, fëmijët, jetën time, si do ta bëj pas 4 vjetësh apo pas 10 vjetësh apo edhe pas 50 vjetësh, kur me shumë mundësi nuk kemi për qenë më në jetë ose nuk kemi për qenë më aktiv. Dhe një nga zëra që unë kam darë shumë herë skenën si në terren, por edhe në media, është mikesha ime shumë e mirë, që unë kam shumë xhan, Adriana Kalaja. Adriana, faleminderit që më erdhe. Është realisht jo vetëm kënaqësi, po dhe ndjehem shumë mirë. Dhe më vjen keq që të kam lënë kaq gjatë në pritje, por besoj se në 10 ditën e fundit të duhem më shumë edhe një shtys nga unë, se sa në fillim ku edhe mund të sfumohesha. Në çdo punë që bëj, fokusin e kam ke produkti. Dhe këtu produkti është në majën maksimale, kështu që për mua nuk ka rëndësi dita, po ka rëndësi efekti që ka fjala jote dhe ky lloj podcasti. Unë të vlerësoj shumë për karakterin që ke, për tempin që ke, për burrnin, pra shoh më shumë burrin mrena teje se sa burrin të shumë meshkuj që vishën me kostum dhe me kollare, që nuk kanë lidhje fare me burrnin, po që janë gjarprinj, janë ameba, janë butak që fshihen pas gishtit, zvaranik. Të kam parë në luftra, të njoft gjitha problemet që të janë shkaktuar gjatë rrugtimin tënd politik, sulmet, thikat, hanxharet, pistoletat e gjitha me radhë, po ja ku je sot, për të dalë qytetarëve të Tiranës, po dhe shqiptarëve, që ja ku më keni, sot edhe pse sistemi nuk është më i mirë i mundshëm, mund të kishim shumë herë sistem elektoral më të mirë se sa ky që kemi. Është më i keq. Është më i keq. Nuk e di, na ka fut PS-ja apo ka pas ndonjë rrjedhë informacione nga tanët, kjo ngelet do ta gjykoj historia, unë mbaj qëndrimin që na ka fut PS-ja, i ka më të zot juristët se sa neve që çojnë në kabinetet e përbashkëta, por kemi një shans të trumpetojmë emrin. Pra nëse vota shkon te kutia jote, edhe sikur ti nesër pastesës mos dalësh deputete sepse formula garanton atë 12 e sigurt, ti ke kauzën popullore, pra ti thuash zotri, jam votuar unë, nuk e votu ti. Dhe kjo absolutisht të jep një pesh politike që unë mendoj se ti duhet ta kisha, sepse të mbaj mend që në fillim të herës ti në terren me doktorin, unë në media duke u marrë me lloj çakalli dhe qensh që hidhnin rilindja. Ndërkohë që na thonin anti-amerikan. Edhe anti-amerikan, po. Unë jam qytetar dhe agenti i UDB-s. Nuk e di nëse i KGB-s me Laim Zega kam bërë debatin atëherë, sot e kam mik. Po kam bërë debatin që më tha ti mundesh me i mendu edhe rënjët e lisit larta. Po ata janë në tokë sepse ti je pro Putinit. Kur ndërkohë unë po thoja si ka mundësi që ti e quan kriminal lufte njeriu i cili ty do duhet të ulesh në tavolinë për të negociuar luftën. S'mund ta quash do terrorist. Po jo, edhe në raport me kë? Me një ushtar të Sorosit.
Që doli. Pra që doli. Që doli kur s'na bestonte njëri. Më fal, po sa fjalë na dolën qoftë për Jurikimin? A na doli fjala për Jurikimin? A na doli fjala për reformën drejtësi? Jo, neve na doli fjala, po ne kemi luftu Jurikimin kur ishte ambasadore. Po këtë po them. Këtë po them tani në 2020-ën, video ime është virale. Po. Që në fakt, jo se un kam frikë, se un frikë kam vetëm të vërtetën. Po veten tënde. Dhe Zotin lart. Asgjë në botë. Unë besoj se as Zoti nuk e ke frikë, Zotin e dashuron, po i druhesh. E dashuroj, e respektoj, po. I druhesh. I druhem. Dhe unë bëra thirrje të rrethonim ambasadën amerikane me 17 maj të 2020-s, kur po shëmbej teatri dhe kur për gjërat më ordinere kishte reagim nga ambasada, ndërkohë që ajo në ora 10 aty vazhdonte tymi, dilte nga teatri. Ajo nxjerr një foto me një lule edhe ngjyrën e zjodhi enkas, ma vi, sa e bukur është Shqipëria, thonte. Bravo. Dhe ndërkohë, edhe këta opozitarët e tjerë, sulme pa fund. E kam quajtur Merima Ngazez. E kam quajtur mafiozja Blanco. E kam quajtur Sudja e Amerikës. Sot jam shumë krenare që historia më dha të drejtë. Jam shumë krenare sepse më pëlqeu ajo fraza jote në mitingun për mbylljes të Fierit. Nanën e dur. Ka shumë rëndësi për njeriu. Nga mëngjesi miku im i dashur shpend deri në mëngjesin tjetër të pyesi veten në çfarë anë të historisë ndodhet. Edhe unë jam shumë e lumtur që me 19 maj të 2021-shit, pasi kam qenë djathtë gjithkohës për shkak të gjyshit, xhaxhajtimit etj, por nuk kisha angazhuar me struktura partie. Dhe në 19 maj të 2021-shit që dola haptas kundra ambasadës amerikane dhe pro Sali Berishës, po them me krenari, larg modestis, që isha një person që në 8 vitet e pushtetit Sali Berishës nuk kisha përfituar një lek. Dhe jam një person që dhe sot i nderuar, dal ballhapur, kokën lart, dhe i them të gjithë qytetarëve të Tiranës, të qarkut të Tiranës, që nga 1990 deri sot, nëse gjejnë një lek të vjetra që Adriana Kalaja ka abuzuar me pushtetin, me parat dhe pronat publike, unë dorhiqem. Prandaj dhe më thojnë mu ku e gjen kurajën. Pse nuk e frikë? Ndoshta nuk është ky standardi i politikës në thelbë. Nuk është. Duhet të përlyesh pak, të marrë ca tendera, ca lek që të lidhesh, ke bërë ka histokracia, të lidhen të gjithë në vjedhje me njëri tjetrin, që të bësh i pranueshëm. Se kështu drejt e drejtë, siç duam u fut neve, drejt e drejtë me parime me gjitha, bësh i rrezikshëm. Edhe për ta bërë një çik më të qetë bisedën, se kemi shumë argumenta në lidhje me këtë dhe po të fillojmë, mendoj se duhet kemi një serial podcast. Mund ta bëjmë. Me shumë kënaqësi. Jam kur lash sot fushatën, jo më kur të mbarojmë dhe të kemi dhe fitoren. E vlerësoj shumë. Inshallah. Unë e besoj. E di si është puna, e kam thënë dhe në mbledhje dhe e kam thënë në formë motivimi, jo as për të bërë ato më të zgjuarën apo për të bërë protagonisten. I kam thënë Sali Berishës 2 fjalë në mbledhjen e parë. Nëse ne nuk e besojmë fitoren, ne nuk kemi moral të shkojmë me qytetarët i marrim votat. Po. Nëse ne do shkojmë t'i pyesim qytetarëve si mendoni ju do fitojmë ne apo jo? A mundet ta motivosh ti ato qytetar, ato skeptikun, se demokratët nuk ka shanse, çado që të ndodhen, nuk u shitën për 12 vite. Po. Tashi ne vetëm me votat e demokratëve, për hir të vërtetës, nuk fitojmë dot. Atëherë për të shkuar ke këta njerëz që janë skeptik, gri, apo qoftë të majt, patjetër. Po të majt. Se ai që merr 35.000 lekë ndihmë ekonomike nuk ka dallim i majt apo i djathtë. I thash sepse mua më konsiderojnë dhe burr edhe zonën e fshatit më kanë dhënë. Dhe mbrëm më beso, po ndroqin, pezën
dhe Baqarin. Po ti e ke më mirë aty, më beson. Jam shumë më mirë. Ashtu siç e ke ti tipin që vetë ulesh në od, që Unë mbrëm isha me 40 burra në od, dhe njerëz që më thanë ne do porulemi përpara teje nëse ti do na shtrosh rrugën në 2025. Kaq më vetëm kaq, ky Njerëzit është premtimi. rrugë. Ky është premtimi. Dhe unë i thash do t'i thoni atyre miqve tuaj që kanë votuar dhe të majtën. Ke kjo rruga që s'ka rrugë. Kaloni vetëm ju të djathtët apo dhe ato të majtët. Se kishte mbrëm edhe nga ata që s'kishin votu, ata që nuk kishin besim ke Partia Demokratike. Ato 200 euro shin tash minimum injatik. Do ta merrni vetëm ju apo edhe këta? Që mbase për një x arsye nuk e do Sali Berishën. Legalizimin e pronave, kush do t'ja bëj tash unë? Do bëhet vetëm për demokratët? Apo do bëhet si nastir? Në 2019, e mbani mend. Një vlla e legalizuan, vllajin tjetër nuk e legalizuan. Njëri ishte në protestë aty ke Gazi Losjellës, tjetri printe kafe. Këtë bën raca e ndyrë e komunistave. Dhe për të kthyer ka ajo që e nisa, kur u futa në strukturat e Partisë Demokratike, unë kam natyrën shpend. Nëse ti sot më lë një porosi, biles qeshin disa, harrojnë edhe porosin që më lën, unë i marr mbas 2 ditëve dhe i them për këtë, saqë realisht një notere qeshi një ditë, më tha, unë e kisha harruar. Unë e marr me shumë seriozitet një punë që marr përsipër. E dashuroj punën që bëj. Dhe këtë nuk e them as për të mburrur, as për të bërë propagandë. Dhe këtë fillova të bëj kur u zgjodha kryetare e gjykatës Partisë Demokratike. Ndërkohë, njerëzit filluan nuk ndjeheshin mirë nga puna ime. Unë shkoja në mëngjes, punoja, shkoja në punën private timen, sepse do punojmë, do mbajmë dhe familje. Absolutisht. Absolutisht. Shkoja punoja prap. Shkoja dhe në mitingun e Sali Berishës. Dhe nuk ndjeshin mirë disa. Dhe i them një mikës tonë të përbashkët. I them, më çaj kam bërë, pse më sulmojnë, pse më mbyllin derën, pse nuk janë bashkëpunus. Më tha pse pak i ke bërë edhe unë, se tash çaj kam bërë dhe me vërtet nuk e di kam. Pak i ke bërë? I ke ngritur nga gjumi, tha. Kaq. Dhe një njeri që ndjehet i rrezikuar nga ai që punon, nga ai që përkushtohet, ja, prandaj sepse lidhet shumë edhe me angazhimin tënd, pra kur prania jote e ngre tjetri nga gjumi, e lëviz tjetri nga gjërat e sigurta, sepse kam afër shpend gashin. Kjo është ajo gjëja më e bukur në fakt që ti ke bërë për shoqërinë, për publikun, për Shqipërinë. Që mos të mbetemi në dorën e këtyre njerëzve që thënë jam unë këtu, gjërat i kam të sigurta unë, dhe mbas meje as dua t'ja di se ç'a ndodh. Unë në Fierë kam parë nga ata që më akuzonin atëherë se ishe me Bashën, që ti ishe me Bashën shpend fillim. Në radhë parë unë nuk e konceptoj një gjë domethënë. Unë Bashën si politikan nuk e kam dash kurrë. Në 2021 jam i detyruar që si opozit duhet të pranoj generalin që kam, do të dalë kundër generalit luftë me armikun. Kjo është idiocia, kupton? Absolutisht pastaj jam atë, unë do ta dëgjoj edhe Adrianën, do ta dëgjoj edhe Adriati Klapaj, do ta dëgjoj edhe Arlind Qorrin, do të dëgjoj edhe Endri Shabanin. Edi Ramës kam se ta dëgjoj se e kam të bindur që e kemi provuar. Se kush është, po? E kemi provuar. Do të dëgjoj edhe Bashën. Patjetër. Kur i dëgjoj të gjithë, unë e kam me zgjedhje të lirë luftën që bëj me Sali Berishën pastaj. Luftën që unë bëj bashkë me Sali Berishën e kam zgjedhje të lirë, po nuk e kam peng. Që shikoj se mund të kisha vajtur edhe Adriatiku. Adriatiku është shumë çunim mirë raport me mua. Po mua nuk më bind kauza aty. Edhe ai e di. Tani ne nuk po flasim për çuna të mirë që do t'i martojmë. Pikërisht pra që s'do martojmë njëri. Ne po zgjedhim për politikan. Atëre, një njeri që aty del për të votuar si politikan, rritë pak fokusin, të lutem. Duhet të votohet si politikan. Dhe çfarë ofron ky i ri apo i vjetër në politik, i ri apo i vjetër në mosh, në krahasim me ato tjetrin, pra që mund të bëj diferencën. Në raport me këtë që thatë të lullëzimit, jo se unë jam që i kap gjërat më shpejt, kam një gjë shpend, më kanë tratuar shumë njerëz një, po shumë. Ke krijuar manual. Intuita ja kur. Dhe unë ndjeva që me 17 maj 2020 në na tratoj Lulzim Basha. Megjithatë, unë, miqtë e mi,
që i kuptonim gjërat, për hir të atij se tash duhet flasim dhe për një interes publik, për te unit. Ne ç'a kishim ne të përbashkët personale ke teatri? Asgjë më. Disa njerëz të marr, po duash, të thuash, që dalin kundra një sistemi mafios korruptiv për të ruajtur identitetin, jo 2 godina, më çka godina të bëhen nesër prap. Identiteti, historia, trashëgimia kulturore. Janë 3 emblema që e dallojnë Tiranën me të tjerë. Le ti marrësh lekë asaj gjës. Le muze. Plus që, më thënë, e kanë thënë specialistët të fushës, akustika e atij teatri ishte unike në të gjithë Europën. Dhe prandaj themun që kjo nuk futet as ke veprat korruptive. Kriminale. Unë e fus tek anti-shqiptaria. Është një vepër penale që nëse nesër do shkoj në parlament, do ta propozoj në ndryshimet penale. Të punosh kundra interesave të vendit është vepra më e rëndë kriminale. Dhe për mua ky sistem 12 vjeçar, i drejtuar nga një bandit si Edi Rama, Çubriloviqesh, po. Nuk ka pas, thash, hajde po mendojmë ne që do ndërtohen 5 apo 6 shkulla ke sheshi teatrit. Pak zona ka brenda Tiranës, mbase edhe zona dhe më të mira, Po. I bënte më poshtë. Ideja është ti të rritë zhvillimin. Jo, duhet prishej teatri, historia. Shikoj. Ka dhe një sekret teatri, jo? Se kam thënë askund. Më thuaj. Do ta lej surprizë. Po. Kishte edhe urrëtie për artistët ai njeri. Sepse ata artist, përveç se ishin të arrir, kompleks inferioritete. Po, ata mbajtën dhe krahun e Matilda Makoçit gjatë divorcit. Dhe ai kishte një mllef. Ti thua që është kaq kaq pervers. Kaq pervers dhe kaq inatçar. E tmerrshme. Dhe e sfidoi publikisht të jap dhe emrat nëse do, të dëshmitarëve që e pranojnë me zë dhe me figurë. Kjo është e tmerrshme pastaj. Nëse shikoj. Deri në këtë pikë. E di pse nuk ka për të bërë një lider i madh sa ai atë synon. Është kaq i vogël. Sepse është i vogël. S'është kaq i vogël. Nuk udhëhiqen me urrëtie liderat. Po të shikosh Berishën, ta kapësh si statur, ka dritjetë vet apo. Ja ta them unë tani. Berisha është gati që ti marrë të gjithë kush e ka shar, kush e ka shar. Hajde këtu thotë se kemi politikën. Nuk më doni, e tha. Jemi përpara formimit koalicionit. Kë bëri dallim Berisha. Dhe se dua të ndalem pak ajo që thatë. Unë në 15 gusht të 2021-shit, pra 25 ditë përpara përjashtimit, bëra një status shumë të fortë kundra Lulbashës. Po. Kam qenë zë i lirë, vazhdoj të jem zë i lirë, por unë bëj diferencën. Për sa kohë që jam pjesë e një partie politike, unë këtë zërin e lirë, juftoj ta verifikoni, e bëj në strukturat e Partisë Demokratike. Po, nuk i bën publikisht. Unë ngrihem, jap opsionin tim, votoj dhe kundra, dhe në fund unë jam e detyruar të zbatoj vendimi që është marrë nga partia. Po. Ndërkohë, unë pash se si Lulzim Basha, gjatë gjithë kësaj periudhe, as nuk na kthente përgjigje për problemet e teatrit. Kishin fituar çështjen gjykatën kushtetuese. Ai nxjerr një VGM të re. Pra gjatë gjithë verës, ky zotria nuk reagonte. U zgjodhe vetë, e mbani mend, pra pa sistemu çështjen e zgjedhjeve, rizgjidhet vetë se kishte hallin të mandatonte, çon edhe zgjedhjen e vet në gjykatën e Tiranës të 13 qershorit, ndërkohë vendimin e kuvendit në korrik të 2021-shit nuk e lë se nuk i interesonte ajo. Disa njerëz brenda partisë më thanë, e mbylla zërin, gojën thashë, ula zërin në 2021-shin se kisha hallin e zgjedhjeve. Dhe me të vërtet u tërhoqëm të gjithë në aleancës, sepse ishte më e rëndësishme rrëzimi i Ramës, se sa qoftë dhe një inat që ne mund të kishim për shkak të protestës së teatrit. Ndërkohë, kur unë shikoj në 2021-shin se çfarë po ndodhte me Partinë Demokratike
dhe këtu kanë faj edhe gjithë strukturat e Partisë Demokratike, janë të njëjtët njerëz që më thonin i ke rënë çik si shumë. Tash 25 ditë përpara. Unë se konceptoj do dhe në 9 shtator, i ke rënë çik si shumë. Po pra, në 9 shtator, ai bëri atë që s'duhet ta bënte kurrë. Edhe mund ta bënte, mund të isha edhe unë përpara një zgjedhje të vështirë, por në moment që mua do më shkonte ndërmend të përjashtoja Sali Berishën, unë do jepja edhe dorëheqjen dhe ai do fitonte edhe më shumë pikë. Po. Po s'është nuk ka stof lideri. E para, ai është gatuar për të qenë humbës. Është beta, i do gjënat e gatshme. Dhe përveç kësaj, historia na mësoi që gjërat Lulzim Basha nuk i bëri se nuk i dinte, ishte vënë në presion të madh, por ishte paguar për t'i bërë. Pra e gjithë përçarja e Partisë Demokratike, opozitës, e gjithë kjo situatë që ne kemi kaluar, unë mendoj që ka qenë sponsorizuar nga pushteti për të ndodhur kështu. Dhe për të ardhur ka ajo pjesë që the më kanë sulmuar, unë personalisht dhe i ftoj të gjithë demokratët të bëjnë një ndarje. Pra, ti more një vendim të gabuar dhe për çdo njeri mund të marrim gjatë jetës tonë një vendim që pendohemi, mbas edhe të nxituar, nuk shkon mirë. Ti e ke marrë vendimin e gabuar sepse ti e ke parë rezultatin mbas një muaji, mbas 2 muajsh. Ndërkohë, unë bëj një dallim tjetër. Tradhtia dhe një vendim i gabuar. Dhe në raport me Lulzim Bashën, unë them që njerëzit që e ndoqën Lulzim Bashën, dhe këtë e bëj dhe sfidë publike, unë për gjithë demokratët, kenë kujdes. Ata që e ndoqën Lulzim Bashën, morën vendim të gabuar, dhe është shumë normale. Shumica për mua kanë marrë vendim të gabuar. Disa, unë i konsideroj që janë pjesë e tradhtisë dhe për të kthyer ke lideri i Berishës, që mendoj se nuk e konkuron dot askush. Nga këta që janë s'ken njonjër. Në koalicion, çfarë tha? Nuk e doni Sali Berishën shumë mirë. Nuk e doni programin e Partisë Demokratike shumë mirë, mbani programin tuaj. Hajde në koalicion që të rrëzojmë Edi Ramën, 2 veta ishin të përjashtuar për të mos ardhur. Lulzim Basha e Kelida Libeaj. Po. Sepse ata e kanë vërtetuar tradhtin. Po. Ndaj jo Sali Berishës, ose është shumë e vogël nëse ne merremi me emrin e Sali Berishës. Unë flas për historinë që ka shkruar Sali Berisha. Dhe unë nuk dola në krah Sali Berishës. Unë kam dalë për atë kontribut që ka bërë Sali Berisha dhe nuk ishte të bënte me luftën ndaj Sali Berishës. E gjitha kjo ishte për opozitën. Dhe prandaj këto qendrestar të 4 viteve, po marr vetëm këto 4 vitet e fundit. Tu nis historia prapë kontributeve, se ç'po më duhet më çka kontributesh ke bën 92-shin, tani gjithë na vin, jemi student dhjetorë tonë. Kemi het boostin. Po lëre tani. Po këtu na vin gjithë student dhjetorë. Po ishte fryma pra, ishte fryma. Dhe tani ty historia të ka ngarkuar. Po lëre kur thua ti tani. Tani boostin ka marr për ta hedhë me leje. Unë kam hedh boostin. Unë se kam thënë dhe s'kam për ta thënë sepse s'kam qenë. Basha tha unë kam hedhur, kam rrëzuar murin e Berlinit. Po ai tha, po jo edhe boostin. Se ke dëgjuar, isha e palanshur ata. E kuptanën tash ai. Sa vjeç është Basha? Është 40 sa është? Tani se sa mbjell llogaria. Ai është kthyer dhe në një njerëz tamam humorist. Po ç'a mund të Lolo e oborrit e Edi Ramës. Në 20 shkurt, mund të rri një adoleshent me pallona të shkurtra? Sa ai dhe gënjen, po nga që gënjen shumë, nuk mban mend çfarë thot. Tani çrëndsi ka gjithë respektin më të madh. Kush e hodhi bustin, kush e hodhi sistemin, pjesë e cilit ishte edhe Sali Berisha dhe shumë të tjerë si Sali Berisha. Tani problemi është, a do ta xerronim ne këtë? Sepse këtë bëri Edi Rama, këtë bëri Lulzim Basha, me sponsorizim të Sorosit. Duhej xerruar historia. I keni parë çfarë ndodhi në kuvend, me urdhër të ujikimit. U fshin fotot e Sali Berishës. Nuk bëhet dot delete historia. Na pëlqen, s'na pëlqen. Kjo është sistemi komunist pra punis. Po pra, retushimi fotove. Dilte armik, prihet foto. Ndërkohë që edhe unë
kur kam shkuar një në Kukës, mbas teatrit, që po merrnin firmat për rindërtimin e teatrit, se kështu na mashtrojnë, në vazhdon të na mashtronte dhe këto lulzimset dhe lulzimsat, unë kam shumë qef t'i quaj, se është frymë e rrezikshme. Lulzimsat. Shiko, lulzimset dhe lulzimsat janë gjëja më e dëmshme edhe se patronazhistët për Partinë Demokratike. Pse e mendon kështu? E mendoj kështu sepse është fenomen shumë i dëmshëm. Njerëz që nuk punojnë, njerëz që vetëm thurin intriga, ato gjarprind pa shtyllë kurrizore dhe me to duhet filloj pastrimi i shtëpisë. E di çfarë bën në Kukës? Bëm një foto të madhe ne. Unë isha ngjit me Edmond Budinën. U pre foto dërk Edmond Budinën. Dhe qeshte Edmond Budina se bënte edhe këtë shprehje në atit Kananit. Se ta unë isha gjitina me Kananin. Do me thënë deri këtu. Se laje, e mba mund t'i laja, se unë lajen personifikon atë komunisten, që kulla e barit nuk do të digjet. Laja është fryma që përçojnë pavarësisht se ta dekada mund të kalojnë. Janë këto lajet e edit, lajet e lulzimit. Dhe ndaj unë, si grua, këtë dua të luftojnë, këtë fenomen. Mi qenë se jemi pak të gratë, flasim çik për kuotat gjinore. Mua më duket idiotësi. Çfarë do lloj diskriminimi është i dëmshëm? Në të dy krahët. Në të dy krahët është diskriminimi. Unë mendoj se parlamenti duhet të jetë i njerëzve të aftë, jo i njerëzve që shikoj se kemi edhe këtë grupin, se po t'i futemi, unë dua nga komuniteti kosovar tash. Po, patjetër. Dua një kota. Edhe një grup nga jemi 7% e popullsisë Fierit. Një nga pakica kombëtare. Pakica kombëtare. Atë se po e bëjmë çorap. Po tash, po tiranësit që kanë qenë të shkretët. Po edhe tiranësit duan kotat e tyre. Dyr hapur. Po në pushtet kanë qenë më të diskriminuarit. Po. Tani duhet të marrun dikë se është tiranëse, edhe ta çoj atje? Jo. Duhet marrun dikë se është vajza e dikujt e ta çoj atje? Apo duhet marr dikë se është gruaja e dikujt e ta çojmë atje? Për mua është një ligj majtist, diskriminues dhe mbi të gjitha që cënon integritetin e grave. Cënon integritetin e një selie që ka të bëjë me ligjvënien. A i keni parë që nuk din as të lexojnë letrat kur ja japin përpara? Jo më të diskutojnë për ligje. Po ka deputet analfabet funksional që nuk din shkruajnë shqipen. Tani, a duhet heqim dorë nga kjo gjë? Prandaj dhe unë them është shumë e rëndësishme që njerëzit së pari ta mendojnë mirë që kjo Adriana Kalaja çka ka bërë këto vite? Le mos ma japin më votën, po ta bëj një herë analizën. Kjo Adriana Kalaja pa imunitet, a ka ardhur në çdo protestë në krahun ton? A ka ardhur në çdo komisariat në krahun ton? Ndërkohë që një deputet edhe flinte gjumë. Unë ngrihesh edhe nga shtëpia, grua, dhe shkoja në komisariat, kur lajmërohesha se ka një problem të caktuar. Kjo Adriana Kalaja ka qenë në çdo protestë pa dallim, ndërkohë që një tjetër që edhe me një pozicion të mirë në strukturat e partisë mungonte në protesta. Po pse ke akoma shpresë që mund të ndryshojë një gjë? Po të pyes edhe për të bërë ca kalkulime të mia, se edhe unë një lloj si puna jote mund të jemi të çmendur dhe them që ka akoma shpresë politikat. Unë mendoj që po. E kam thënë madje në një protest tek bashkia. Pse? Sepse këta janë më të fuqishëm se sa neve. Këta janë hardhuca që A mban mend çana bën për protestat ke bashkia? Po. Unë isha organizatorja e protestave. Pra unë të gjithë shkresat, me këtë rast më janë bërë janë 32 dosje penale për protestat. Që kanë paditur. Janë medalje ari për mua. Po. Në fillim nuk i cënoj ajo protesta. Kur e pan që ne nuk po hiqnim dorë, prandaj themun asnjëherë njeriu nuk duhet të heqë dorë nga ajo që beson, pavarësisht se për momentin të duket utopike. Kujt nuk i dukej utopike në 5 prill të 2024-s që Erion Veliaj do shkonte në Burg. Kujt nuk i dukej? Po jo utopike. Kujt nuk i dukej utopike që do mbylleshim një muaj nga OBSH-ja në shtëpi? Ashtu. E stisur e gjitha. E gjitha e stisur, meqense era fjala, kam qenë ndër të parat që nuk kam pranuar, jo se unë kam ndonjë gjë kundra vaksinave. Jo atë lloj forme vaksinimi. E kam problem
që të më urdhërojnë Po. se çfarë duhet bëj unë me jetën time. Të çpohem kot. Për një gjë që unë dhe s'kisha informacionin e dur. Për ca vaksina që i pranonte dhe kryeministri që i kishte sjell me çanta dore. Amba man ç'a thonte? Dy gjëra kam spikatur unë atëherë për të krijuar dyshimin e arsyeshëm që ti dilja kundër. E para, pyeta ta vaksinologët, si quhen, që merren me vaksina, me virusologët. Duhet 5 deri në 7 vjet që vaksina të certifikohet. Që certifikohet është ai anti grupi që formohet duke ndetur vaksina në laborator. Dhe e dyta, antitrupat. Instituti Louis Pasteur nuk pranonte vaksinën amerikane të Pfizerit. Pfizeri nuk pranonte këtë dhe Sputnik 5-ën. Kina i refuzonte të gjitha, pra nisi një luftë e mafjes farmaceutike që opa vlla, se këtu nuk po bëhet më për shëndetin. Në fakt është mafja më e rrezikshme më e fortë e botës. Po. Pra, u mundeshën vetëm këta dy komponent për të unë s'kam për të bërë vaksinën. Nuk ka ndonjë shkencë të madhe më që gjoj tjetrin. S'ka as për frikë as për asnjë gjë. Faleminderit që më dhe një argument fort. Edhe sot nuk ka asnjë shkencë të madhe që secili nga ata që ditën e diel ka atë për të bërë vetëm një kryq. Pra vetëm një kryq, atë e ndan që të vazhdojë në këtë situatë, apo të ketë disa gra dhe burra dinjitoz që do ta përfaqësojnë në kuvend, që do ta ndryshojnë këtë vend, që ai kryqi e disa direkt lidhet me familjen e tij. Absolutisht. E disa direkt lidhet me ekonominë e tij. Që ai të mos i thot më fëmijëve hikni. Sepse i thot dhe fëmijëve ikni për jetën e tyre, po edhe nesër ka një dritë jeshile për t'i ndihmuar fëmijët. Po. Si mund jetoj sot një pensionist që merr ndihmë ekonomike 35.000 lekë? Për X arsye ai s'ka pension. Apo dikush me 70.000 lekë. Ndërkohë që 70.000 lekë bëjnë vetëm ujë e drita minimalja. Po. Pra, njerëzit kanë mundësinë për ta bërë këtë logjikën shumë të thjesht fare. Kjo zonja çfarë ka bërë këto vite? Tani sepse na bën dhe ca show që në fakt unë i refuzoj. Po unë e ti nuk ishim oferta ne nga pushteti. Pafund. Po unë e ti nuk dinim ne të kalonim gardhin. Qa ishim budallej ne? Nuk ose s'na kanë ardhur, tani kemi. Po na kanë ardhur dhe kemi dëmtu dhe familjet e mia. Po e di qa probleme shkam unë brenda familjes, kam pas historikisht, që kur kisha edhe prindrit gjallë, që më thoni ti je mirë, çka ke? Dhe në fakt, individualisht jam shumë mirë unë. Po të shikosh se sa deklaroj unë në biznesin tim privat, unë jam shumë mirë. Ç'pun kam unë ka astiri? Kur njëri vllarin të pinte kafe, dhe unë shkoja dhunohesha aty me gaz lotësjellës. Kjo është analiza që ne duhet bëjmë. Jo Adriana Kalaja, mos të pëlqen fare ty Adriana Kalaja. Shumë mirë që se pëlqen fare. Çat ka bërë Adriana Kalaja këto vite? Ka qenë zëri yt? Ka ngrit të gjithë kauzat në interes të publikut? Qa lidhje kisha unë? Jam gjithë në njerë në skenon? Që po luftoj kaq shumë me shpenzite, të gjitha kallëzimet i nderuar bëhen me shpenzimet e mia. Jo të marr pagesë që nuk ku shoh të pagesat e Sorosit mikën mendja. Po vetëm për Strasburg kam paguar miliona për çështjen e teatrit. Do ngrihet nesër, do ngrihet se unë e mbaj fjalën. E mbaj fjalën dhe derisa të kem frym, do luftoj që ai teatr të ringrihet e do luftoj për këto 12 vite të qendrestarëve, që nuk do t'i shes kurrë. Do t'jem edhe kundra Partisë Demokratike nëse i shkel me këmbë qendresën e këtyre. Sakrificën e tyre. Mund të bësh gati që tash që ti dalësh kundër. Patjetër, ti mendon, ja bëj publike, ti mendon se unë do të ngret dorën të votoj një ligj që do jetë kundra, le ta sjell edhe Partia Demokratike. Të e di unë që se bonde, se boja vet. Kështu që s'ka si ta dyshoj. Sepse këtu dalloj unë nga korporatat, këtu dalloj unë nga sudet. Jo, kam parime unë. Unë mund të kem konsekuenca, po e di si është problemi. Në fund të rrugës
kam dalë fitimtare. Edhe ata që më kanë keq kuptuar, ata që nuk më kanë kuptuar për momentin e tjera, në fund të rrugës më kanë ardhur, më kanë thënë na fal, kishe të drejtë. Kam një kuriozitet shumë naiv dhe shumë idiot në të njëjtën kohë, kupton? Po me këtë kërpëratën, ç'a bëhet? Ç'a bën me jetën kjo? Keni marrë një informacione në gjë? Apo vazhdon akoma të jetë brenda struktura? Jo, nuk është. Nuk ka lidhje ajo me strukturat. Mua nuk më shqetëson ajo si individ. Po fenomeni, po kjo si personazh, ç'a bën me jetën? E luftojmë ne fenomenin me 30% që ja kaq më thonë. Jo, më 30% që sjell kërpëratën. Ashtu. Pra, nëse ne çojmë një budallaçk përpara një njeriu me kontribute, një pedagogu si Shpend Gashi, e luftojmë në fenomenin e korporatave? Nëse çojmë ne X-in se është vajza e ishit, e X-it apo Y-it, apo është bashortja e këtit apo atit, se ne kemi dhe sot. Ka qenë mamim dhe babim, thot kontributor të PD-s. Po çfarë pastaj? Po babim dhe mamim që kanë qenë kontributor të Tiranës e Shqipërisë? Prandaj është gara, prandaj është vota. Të shkoj, madje unë vazhdoj të jem me sistemin proporcional. Që ajo gruaja, majoritar pra, ajo gruaja dhe burri të dalin aty dhe e gjithë zona e Ndroqit dhe e Vaqarit, po marr zonën unë jam e deleguar, e Vaqarit, e Ndroqit dhe e Pezës do punojnë për Adriana Kalan, pjesa e Partisë Demokratike, pjesa tjetër do punojnë për një që jo vetëm në Zot që nuk beson, një pastor si Toni Ngogu, po një hajdut me çizme, dhe pastaj të shikojmë këtë do publiku, Adriana Kalan apo Toni Ngogun. Jo në këtë mënyrë. Sa të e kënë zonë? Atë kam në zonë. Predikon apo? Ai në fakt thot që është i ndershëm, por ka bërë një super vil, dhe ndërkohë që rruga shkon deri tek vila e tij. Bitha, mjafton të kërcasi Floriri sa më shumë që ti të marrësh indulgjencës dhe të pastrohet shpirti të shkon në parajs. Po. Ai i ka hynore ato përfitime, nuk është se i ka kështu. Po, çfarë ti bëjmë të këtyre materialeve të kërcasi. Atëre, po çfarë ti bëjmë të këtyre materialeve në? Me klerin, me parajsën. Po pra, po. Problemi është që ata njerëzit që e rrethojnë, që un kam informacione që edhe nuk pranojnë më ta takojnë tani, sepse të paktën për 4 vitet e fundit nuk ka bërë asgjë. Njerëzit kërkojnë ujë për të vaditur tokat. Të jap një këshill shumë. Kjo s'është as këshill nuk është, se këshilla është kur ti bën diçka gabim, po të jap një sugjerim plus. Fuqia jote më e madhe tani është rënia e Lalierit. Në PS po duan të relativizojnë që mëse iku e harrohesh ikë nga pushteti. Lalieri është nga ata aktivist që nuk do asnjë lloj gjëje në këtë jetë, asnjë lloj njeriu përpose interesave të veta. Dhe është i gatshëm që ta çojë Edi Ramën para hienave që ta shqyejnë. Në një deklaratë time publike atëherë kur rria te zona e lirë, kam thënë që kam hedhur bast që ky është kalaja e Krujës për Edi Ramën. Pra ky është konturani. Po ra kalajet Krujës nuk merr më vlerë vota, nuk merr vlerë lufta që bën Edi Rama apo Skënderbeu Maleve si kaçak. Toni Ngogu, kundërshtari jot në zonë, është i emëruar, është emisari i Lalierit, pra është e klani i Lalierit, nuk është tek rilindasit. Shumë e vërtet. Urrejtja që kanë për Lalierin njerëzit, që e urrejnë dhe të majtë dhe të djatët, sepse ishte njeriu i shokëve të vet, nuk mund ta quash dot djalë të keq në raport me shokët, sepse shokët i ka bërë të pasur, por që me qytetarët, raporti politika me qytetarët është katastrofë, pra mafioz, 5D-ja, 6D-ja, 10D-ja, me plot gojë mund ta thuash mafioz. Pa asnjë strukturë politike që gjysma e duan e gjysma e shajnë. Se po të më thuash mua për shkakun që jam djalë inteligjent në pjesën dërmuese të kohës, na ikin i lëshojmë pllumat ndonjëherë, më thuash që ka shtruar rrugën para shtëpisë, vlla, unë ta kthemi përgjigje tjetër. Si do vithaj po mos shtonte rrugën time? Duhet me bë diçka ta justifikosh lekun që merr. Patjetër. Po ma ke bë me cilësi rërën e bitumit. Kjo është ideja. Po se kishe shtruar ke pjesa tjetër. Po pra, po se ke shtruar ti. Dhe kishte bër gjoja një investim, në thonjza se nuk mund ta shqyrsh as investim,
një mur, gjëja do bënin një tip liqeni për vaditje, liqen pa ujë, por e disa kishte kushtuar ajo. Sa? 1.200.000 euro. Po këto palmat e metalit tute e kam denoncuar. Ajolës, po. 8.000 euro. Po që ishte 8.000 euro. Idatore, 8.000 euro një palm. Dhe ka aq shumë skandale i nderuar shpend, sa që në fakt Partisë Demokratike i del detyrë që nëse deri sot ne i kemi çuar në SPAK, ne nesër të merremi me këta prokuror dhe gjyqtar. Po. Që i kanë aty provat. Do ri vetinga. Dhe nuk do ri vetinga. Unë edhe dje kam bërë një video dhe kam thënë reforma më emergjente është reforma në drejtësi. Domethënë duhet bërë reformë cilësore, jo reformë siç u bë. Reformë jo luftë klasash. Të vazhdoj te sugjerimi. Mjafton që ti preka sentimentet e të majtëve. Të majtët nuk janë budallënj. Thjesht Rama dhe Partia Komuniste Moderuar, Socialistja sot Rilinja, u ka ushqyer urrejtjen për Sali Berishën në 97-ën. I ka prek sentimentet. Ti je njeh po aq mirë sa unë politikën. Dhe vazhdojnë ta bëjnë. Ti je njeh politikën, mjafton kapi sentimentin në 97-a vri me zezësh për Sali Berishën. Unë mendoj që për të vetëm arsye nuk kishte interes me rrëzu vetëm pushtet. Se ky është një njeri me logjik duhet kuptoj që askusht që është në pushtet nuk krijon trazira. Po s'du me afut vetës. Trazirat i krijon dikush që do me arë pushtet. Për mua është revolucioni i fundit komunist. Po. Për mua. Më thënë shiku. Dhe u vërtetua. U vërtetua siç u vërtetua dhe 21 janari, siç u vërtetua dhe Gërdeci, ëh? Po. Edhe Gërdeci se tash më fal. Sabotazhi i agenturave tuaja. Jo, më fal, shne tani telefoni, kamera e Sokol Ballës e gjeroj në moment që plasi. Pra, çdo gjë është më se normale, përsa kohë që dikush që është në pushtet nuk kërkon asnjë lloj problemi apo trazire apo destabiliteti. Për Gërdecin, unë kam pasur nga që e kam shumë mikë, e kam si vlla Fatmirin, edhe du me kuptu, jo me mbrojt, po du me transmetu shqiptarëve që vlla ka do ndërheqen ky shkreti edhe ka marrë sugjerim nga amerikanët që ti s'kishe pse ta jepë ndërheqen. Dhe prap, është një dosje e hapur pa prova të reja. Ne çojmë dosjen 184 me prova të reja, se kështu thot ligji. Dosja rihapet vetëm kur ka një provë të re që s'ka qenë pjesë e gjykimit. Dhe kur më ka treguar Fatmiri këtu që shpenda nuk janë pranuar dëshmitarët generalet amerikanë nuk pranuan. Se unë nuk di ta bëj kalibrimin, i kam bë pyetje gjyqtarit, diti ta bësh kalibrimin ti shiko aktin e ekspertizës. Vetëm aktin e ekspertizës të kuptosh. Ata njerëz që flisin anglisht, 3 kamera, just a moment it will appear. Se ne dëgjojmë se semi të trashë tash. E kuptojmë dhe gjuhën e trupit. E kupton dhe gjuhën e trupit edhe si lëvizet, domethënë ti do të inkuadrosh mu te kodra që do shpërthej. Dhe qa ishe po t'i futesh logjikës, unë vi nga disiplina gjeopolitikës, në 2009 neve antarësohemi në NATO. Dhe ishte fiks. Nga 2005 deri në 2009, Sali Berisha, Fatmir Mediu, Lulzim Basha, atë gjithë ekipi ti, gjithë kabineti i qeveritar, po lobonde për antarësimin NATO. Dhe liberalizimin e vizave, se kishte punë shumë të madhe liberalizimi. Është kjo pasaporta që na shet mend ky. E ka bërë në 2011 Sali Berisha liberalizimin e vizave. Në 2008 na del sabotazhi tash. Një vit para se të bëjë NATO. Dhe një vit pasi Sali Berisha ka bërë genialitetin më të madh politik ndonjëherë në politikën e jashtme të Shqipërisë, kalin e Trojës Greqisë. Do t'jap detin, mje veton për NATO, e morën, e kalojnë kushtetuese, marrëzoj kushtetuesja. Po jo, më fal, po jo, edhe pa kushtetuesen. Sa i dha? I dha 6 milje, a? Po. Dhe suknaqen shqiptarët, gjithë. Po. A? Tani me Edin 12 milje? S'flet. Jo, unë mendoj strategjia. Ajo ishte brillante. Odiseja, ishte kalitrojës. Ishte brillante. Na çoje këtu merr I ktheu të njëjtën strategji grekut. Ishte brillante. Më pëlqen mua, ajo përveç kësaj, jo, duhet ta di njerëzit sepse thash, kjo propaganda e këtyre jo pasaporta, jo Europa etj. Në 2011, në 2011 që liberalizuan vizat, kishte 4 vite që punonte qeveria shqiptare
Dhe kush ishin kushtet kryesare? Kushti kryesor ishte lufta ndaj krimit. Ishte depolitizimi i institucioneve kryesore, ishte pavarësia e pushteteve. U plotësuan kushtet në mënyrën se do merreshe pasaport biometrike. Do shkoje, mban mend ç'a thonin, do ketë emigrim të frikshëm, 90-ta do jetë 0. Ç'a ndodhi? Asgjë. Asgjë s'ndodhi në 2011-ën. Pra kishe Partinë Socialiste ose Komuniste, që ishte kundra liberalizimit vizave, dhe bëri Sali Berisha liberalizimin e vizave, ndërkohë, çfarë ka ndodhur nga 2013 deri sot? 1 milion shqiptar. Po jo vetëm kaq, 1.080.000 janë vetëm në vendet e Bashkimit Evropian. Po. Ha? Po. 35% e popullsisë. As në luftë nuk ndodh kjo gjë. E dyta, është dhe më e rëndësishme, 3 herë të shngrit Parlamenti Evropian për rivendosjen e vizave. Për çfarë e bën Parlamenti Evropian këtë gjë? Sepse të shkthyer krimi, të lidhur krimi me pushtetin, dhe ti e bërë vend i parë i trafikimit të drograve. Dhe ai thot, ç'a po më ndodh mua në Bashkimin Evropian? Të gjithën nga sa vite kemi që nuk po kapet më asnjë anije me drogë. Më kanë kapur të majtë, më kanë thonë, "O profe, miqë. Diskutime tavolina. Nuk po dim si të gënjej më, o profe." Dhe prandaj troshë, ja po ta them ty troshë. Dhe prandaj them është mashtrimi i radhës, na kanë mbaru gënjeshtrat. Se ai nuk ka asnjë kartë të një realizimi në 12 vite. Ati që kur i ka ikur fuga, nuk di ka mas ngjyrat, ka përdorur të blun, të kuqen edhe të zezën, që më thënë bluja kuqe duan të bardhen për kontrast. E ka shkruar vetëm me Edin dhe PS-n e ka lënë fund. Edhe të vogël krasi. Pra, ai është kthyer në Partinë Njeri. Po jo ashtu është. Ajo është Partia Njeri. Në mitingjet ke parë në një të flasi përpara atit? O dhe ata që flasin se një monolog. Të kontrolloj njëri fjalimin, apo ta ose kam qumë. Ashtu. As ta kërkoj njëri. As ta kam qumë. Ashtu pse? Po sikur të ma kërkonin ti ma di kokën s'ta çoj fare se. Po jo, më fal, a është kjo? A është kjo? Unë vetet e PD-ja i them duhet logoja Shqipërisë, duhet një doktor ma kështu pse këtë ande shikoj këta të rinjt me shprehjen time, me gjetjen time. Tash as edhe një lloj informacioni ma. A ke parë në për media, më fal, a ke parë në për media, në për portale që thënë Bela Mafia? Unë e kam thënë e para, Bela Mafia. Gash, do vish të flasësh? Po. Sa është minuta? Faleminderit, vlerështuar për mitingun. 5 minuta, 4 minuta, 3 minuta, i shkurtër vllai për mbledhur. Vlerështuar për mitingun. Kaq. Të çoj unë më shkrimet mia tek pacientët analfabet funksional që ka marrë postë drejtuese, PR-i të tash në jetë jetëve. E nejse, mos. Atë se ti ke konflikt interesi për momentin, po flas unë. Unë s'kam konflikt interesi, a kupton? Unë të thash, unë e ngrej zërin dhe do ta ngrej gjithmonë zërin brenda strukturave për gjithë problemet që kam, dhe për mua fokusi primar është që në çdo hap timin të zbatoj ligjin, të mbroj interesat e demokratëve dhe të qytetarëve të Shqipërisë. Ka ardhur momente që neve duke bërë këto sakrifica për hir të kauzës madhe, na kanë ngelur zhapik edhe xhinkalla mrena strukturave. Më fal, pse ndodhi 9 shtatorit 2021 ta bëj një pyetje? Se nuk folëm. Më fal, nga 2013 deri në 2021 bëri shumë Luli. Subokur autokritikë. Jo, Luli bëri shumë. Nuk ndodhi një ditë u ngrit Luli dhe pse se bëri në 2013 Luli për jashtimin e Sali Berishës. Atëre kur duhet ta kisha bërë. Ashtu. Por ç'a ndodhi? Pra, u bën shumë gjëra, mos fol këtu, mos e ngrej zërin se e di Sali Berisha. Po ku di gjë ti se e di ky. Po pushoti për këtë, po mos folti për këtë. Unë të thash, unë isha jashtë strukturave, bëra një status. Thash kush ja prishi gjumin Lulzim Bashës. Sepse doli, nuk ishte fol gjatë gjitha kohë për asgjë, as për zgjedhjet që u vodhën, dhe del në krah të jurikimit për të prit ata nga Afganistani. E ke në Facebook, në 15 gusht 2021. Dhe unë i them kush e prishi gjumin? Ky ishte mirë në një jahtë në jug.
Në rregull, u zgjodh kryetar partie dhe ato më thonin që erën shumë. Pastaj me 10 shtator më thonin, na fal se kishe të drejtë. Nuk do shkojmë ne kështu tash se s'kemi kone. As të falim, as të harrojmë. Unë ditë them një gjë. Në qoftë se unë nuk e di ai ke pa ato videon time. E kam parë të gjitha. Jo, ato videon me fshes. E kam shpërndar. Mora fshesën unë. Mora fshesën shkova ke fondacioni Soros. Të kam përmendur edhe këtu për videon që ke bote kur u zgjodh papa, se ti e ke parashikuar, ti dhe bashkia keni parashikuar që do vdiste papa i shkret. Si po digjeshin tenderat lart të bashkia, po doli ty mizit tash pop nuk që ka zgjedhur akoma. Kupton ç'a bëhet. 2 javë para se diste papa i shkret. 3 javë para se diste papa i shkret. I doli edhe makinës, po ata hapurën mes ditës. Edhe vetëm isha. Ati e fut. A isha vetëm aty. Unë të kam shpërndar, të kam përmendur sepse a isha vetëm. Je zë që a isha vetëm. Aty mund të kishin kaluar dhe shumë veta të tjerë. Unë a isha vetëm aty. Ora pyetja ime është ku janë këta të tjerë? Po tash. Ti gjejm rrugës. Unë për vota dalin të gjithë. Mendoj vetëm kaq. Për vota i del gjumi të gjithëve, bëhen orator të gjithë, bëhen kontributor të gjithë. Nuk janë orator. Dhe prandaj themun, qytetarët janë shumë të zgjuar. Do me të treguon fjalime patetike. Qytetarët duhet ta bëjnë Çourini. Të dila unë fjer dje, Çourini, unë do shaja veten, do vija këtu të betohem edhe do tallja gajden siç kam tall me petalet e rilindjes. Amor Shpendgazhi, ku pas ke vajt në fjer edhe thuar Çourini edhe Sali Berisha, o mbret, o budalliqe, tilla, do kisha shar vetën, do vija këtu, do shikoja videon, do shaja. 4 vite të kësaj sakrifice dhe qendrese për mua, janë ajo fjalia në krahun e dur të historisë. Unë kam zgjedhur vetëm një krah dur, krahu dur është inteligjenca e doktor Berishës, jo Berisha si politikan, se si politikan është makiavelist, si çdo politikan tjetër, maksimizon fitimet, minimizon kostot. Por unë i besoj inteligjencës doktorit. Pse? Sepse doktorit di me bo kalkulime. Si e rrëzon doktori Edi Ramën? Tani ne të dyja kemi të njëjtin interes të rrëzojmë Edi Ramën? Po. Edhe mos më pëlqen XY. Po nuk rrëzohet dot, vetëm me mua me ty. Tash ç'a bën doktori? Në mblat gjithëve. Thash, mbase, prandaj dhe si jemi ne Sali Berisha. Unë se bëj dot po vëlla. Që ti hap derën një njeriu që nuk është ai që unë dua të jetë. Unë ja kam kërkuar. Por politika kjo është pra. E di ç'a kam kërkuar doktorin. E kam kërkuar vetëm 1 orë në muaj të bësh mentori im politik të vit mbaj shtnime. Kupton Shpendin? Tani të them një gjë unë, Shpend. 1 muaj, 1 orë në muaj. Po flasim për Berishën në për t'i bërë qefin. Por unë nuk e din shumë vet, unë kam fakultetin e parë, kam financë. Po. E kam mbaru fakultetin që në kotën verit, se jemi në çik të lashtë edhe nga mosha, nuk jemi të vegjël. Madje shumë veta nuk din se ku të kapen, ku ishe ti deri tani. Domethënë pse dole ti kaq vonë. Unë vendosa që të merrem me ngritjen time profesionale, të rrisja fëmijët dhe në një moment saktuar të kontribuoja edhe për vendin tim. Po. Pra, u futa në parti me një thes me kontribute. Nuk u futa në parti për të mbush thesin. Po këta kontribute kanë në mbush kutitë ti. Ka dallim të madh. Dhe ndërkohë, nga që e kam pas shumë pasion juridikun, po kur them pasion të verbër, nuk më doli në kohë të Enverit, sepse nuk isha asnjë antar partie. Dhe juridikun ti e di se kush e bënte atëherë. Juridikun e solli jeta që unë me financën punoja si eksperte kontabël në sistemin gjyqësor, bëra dhe juridikun. Në 2010-ën u bëra dhe avokate, por nuk e ushtroja sepse ushtroja eksperjenca të tjera. Ndërkohë që unë kam 2 fakultete dhe 4 licenca, 4 mastera, unë fakultetin më të rëndësishëm tjetës e kam me Sali Berisha. Po, është kolos e është kolos. Oxford dhe Harvard bash. Enciklopedi është. Po t'jap një gjë. Shkon ke Sali Berisha, të pret me laps me letër. Nëse ke të drejt, nuk nguron. Bravo, gjithë argumentin e duhur për të komplimentuar, për të vlerësuar, edhe në fakt për të motivuar. Se kur i thuti kryetarit partisë, unë kam bërë këtë punë. Dhe kryetarit partisë nuk të hap derën, siç ishte Lulzim Basha. Nuk të kthente as përgjigje në telefon.
demotivohesh, ti s'bën më punë nesër. Dhe ti motivohesh nga kjo pritje. Ndërkohë, nëse ti e ke gabim, çfarë thot? Fillon analizën. Nuk të thot kur Adriana e ke gabim. Në fund të kundër argumentone. Në fund të argumentave ti kupton që e ke gabim. gabim, po. Ky është Sali Berisha, që është shkolla më e madhe e jetës time. O doktor, kur të dalësh në pension, se mos na kujtojnë se po bëjmë lozhe, se ne të dy nuk jemi nga ato që bëjmë lozhe. Kur të dalësh në pension, ma mbaj mend këtë që 1 orë në muaj ta pim një kafe bashkë të mbaj tashnime që të më përgatitesh për të ardhmen, se tani është shumë i zënë, duhet me të marr kohë, duhet me u marr me pacientët, se e doktor, duhet me shëru Shqipërinë. Në kohën që doktori ishte në arrest shtëpie, disa gjëra s'më pëlqenin dhe thash unë ngrita në një mbledhje, thash mos kopjoni doktorin si flet, se tash ato e kopjen edhe trash fare. Dhe se më ke fiksu, prandaj nuk dola modja. Të lutem. Dhe i thash, a jeni të zotët të kopjoni doktorin se si i pret njerëzit në zyrë, si sillet politikisht, si nuk të pret asnjëherë as ke parkimi, as ke shkallët, as nuk të rri një javë pa të kthy përgjigje në telefon. As në kafe. Pra, mësoni se si sillet doktori, si politikan dhe kryetari i partisë. Dhe kjo është gjëja më e mirë, pse mos ta imitosh? Që ta presësh tjetrin me laps me letër. Ai është shkollë politike, është manual politik. Thash, pra ai është shkollë politike, unë ta thash. Në qoftë se unë që jam i ri, që kam ambicet mia politike, dhe ndryshe nga këta të tjerë që bën josë, ne nuk kemi se jemi për kauzën e shpëtimit kombëtar, por unë kam. Ne jemi shoqëri civile. Unë kam ambice politike, kam shumë të frikshme ambicet politike të mia, por e di unë se kur do t'i shpalos ato, se ndi vetëm akoma gati. Dhe është më se normale. Se duhet ca kontribute ato që thatë juve te vetja. Duhet ca kontribute me ngrit diçka, pastaj me u fut diçka tjetër. Jo me marr politikën si lopa që do ta mielësh si pasurosh. Nëse i mban mend ato statuset e mia se këto vdesin këto mediat e majta, po edhe këto sudet e zvaranikët për marketing është. Mua më pëlqen reklama, është gjithmonë reklam, sado e keqe të jetë. Unë nuk jam hipokrite, doja t'isha në listat mbyllura, pra, t'isha e sigurt, mendoj që po më e meritoja. E the hapta se meritoja t'isha në listat mbyllura, se për këto 4 vite kam dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Por nga ana tjetër, unë nuk bëjo hipokritën më që të them sa mirë që jam në listë hapur. Tani këto të gjithë pas ka kërkuar listat e hapura, ne se dinim. Ndërkohë që rrinin aty me muaj, që të futeshin në listë mbyllur. Ke kohë të reflektosh, Adriana. Patjetër. Kohë të reflektosh. Partia të kërkon të reflektosh. Nga ana tjetër, tani që jam në terren, që po luftoj për mandatin, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, nuk ka rëndësi lista 12 marsit. Për ne shqiptarët në këtë sistem, në Shtiki Rama, është 12 maj i nderuar. Dhe këtë e them me bindje të plot. Mua nuk më duhet mandati nëse ne do vazhdojmë të jemi në opozit, sepse unë nuk bëj asgjë me atë mandatin tim. Ti rikthehemi të vendosim pikat mbi tek Vaçarri. Do më lejosh mua të bëj një thirrje Vaçarrit edhe gjithë zonës tonë elektorale? Të majtë edhe të djathtë të zonave përkatëse, Vaçarrit, kë tjetër, Paskuqan, tjetër? Jo, kam Vaçarrin, Pezën, edhe Ndroqen. Të gjithëve juve që ju kanë zhdukur bizneset, edhe Degën 8. Po nëse Dega 8 është më e ndjeshme, është edhe djathtë. Po është djathtë. Të treja juve zonat që ju kanë lënë si ato qytetet e Wild Westit, që është futesh një rrugë dhe ke kanata të hapura këtej dhe ande. Të paktën Adriana do loboj që juve të keni zhvillimin e logjistikës, pra të keni rrugën që t'i shpalosti bizneset tuaja, restorantet me mishin shumë të mirë vendas. Dhe mos i besoni, sepse komunistat aq shumë e duan shtresën e ulët, sa në fund të jetës tyre dhe në fund mandatit tyre, nga dashuria e madhe vetëm e zgjerojnë atë shtresën e varfër, vetëm e përhapin. Ju bëjnë të barabartë njerim, kështu që mos e hidhni, ju lutem, mos e hidhni votën me tifozlik, po hidhni votën me logjik. Ora nesër pas nesër ti mund mos votosh më për Adrianën se bën punën. Do ta hedhësh majtas te shpendi që të vjen.
Po sot ty të duhet ta hedhësh te Adriana kundër Toni Gogut. Sepse Toni Gogu ka treguar edhe një herë që është thjesht marionetë e rilinjes si shumë tjerë. S'ka bërë asgjë, ta shikojnë vetë. S'po merren fare me atë personazh, po merren. Të dalin nga shtëpitë e tyre dhe të shikojnë që s'ka bërë asgjë. Vetëm zgjidhni, hapini dyert, hapini dyert e shtëpive, dëgjojeni. E keni parë si është këtu me mua, do flas edhe me juve aty. Se kjo është e përbashkëta që kemi ne me njëri tjetrin, që nuk ndryshojmë nga rruga në televizion. Dhe mos e shikoni me atë iden që femër dhe mashkulli është më binës. Më besoni që Adriana është më burrë se shumë burra që ju vinë dhe ju kanë kërkuar votën. Këtë ja u them unë me bindje. Faleminderit. Kështu që faleminderit. Më thëmë, po e mbyll me këtë shprehjen e Adrianës, që është kalaja e Tiranës. Dhe siç ka thënë Krishti i Madh, i qofshin fal, me gurët që juve do hidhni, neve do ndërtojmë kisha, kurse Adriana do të ndërtoj kala. Me gurët që juve i hidhni. Vot bëhet kalaja. Vot bëhet kalaja. S'ka më murmur bëhet kalaja. O Adrian, ishe kënaqësi që të kisha këtu. Shumë edhe për mua. Po të lë të lirë që të vazhdosh fushatën, po që të pret terreni, të mirë pres për live, për çfarë do lloj gjëje ke derën e hapur për ta. Edhe unë u ndjeva mirë, mora edhe një çik motivim tani më shumë për të vazhduar fushatën. Absolutisht po. Edhe uroj t'ja dalim në këtë betejë të pabarabartë, po historike për fatet e Shqipërisë. Do ja dalim sepse nuk kemi rrugë tjetër. Unë e besoj fort. Dhe në fakt, dikur ajo shpreja që fitoria i takon guximtarëve, unë them që fitoria i takon atij që e beson fitoren. Po sepse vetëm guximtarët nuk ta besojnë, tjerët nuk e besojnë. Isha shumë kënaqësi të pres për çfarë do lloj denoncimi live gjitha. Këtu e ke një dritare të hapur, nuk ka censur këtu, se s'kemi linjë editoriale. Është, edhe unë vdes për gjëra pa censur. S'ka fare censur, këtu fol për çfarë duash. Faleminderit shumë. Të dashur miq, mos harroni të votoni numrin 1 në qarkun e Tiranës dhe për zonjën e nderuar Adriana Kalaja, nëse juve nuk keni as edhe një lloj kandidati tjetër që e keni më shumë qef. Nga zonjat ka shumë të nderuar aty te ajo lista, por një nga ato zonja të nderuara që ja vlen me votu dhe vota juaj nuk ka se nuk merr kuptim, është Adriana, sepse si me votën tuaj, si pa votën tuaj, fjalën e saj nuk e ndalon dot njeri. Si parti, si jashtë partisë, aktivitetin publik dhe politik ka për ta bërë, siç po e bëj dhe unë. Pacient, e dini vetë juve, na ndajnë vetëm disa ditë larg gongut. Shiringën e Enver Hoxhës e kemi vojtur 75 vjet. Na sollet individin socialist edhe po e vojmë neve sot brezi im. Njeriu i ri. Njeriu i ri. Mos na lejoni që të vuajmë individin e dytë nga shiringa që ka bërë Edi Rama. Dinjiteti është pikë kyçe në rolin dhe në formimin e një njeriu. Nuk kemi as qyryga, se qyrygu është vet, nuk kemi as autik, se ai është psikopat, dhe nuk kemi as në një gjë tjetër që mendon ai se jemi neve, por me sa duket tani që i ka ikë fuga, e ka humbur komplet atë konceptin dhe ka shkuar aty ku është më mirë, në psikopati. Po ne nuk do merremi me psikopatinë e tij, sepse budallënt janë shumë herë më të zotët kur të fusin në territorin e tyre dhe të mundin. Ka një vepër penale që një nga masat e sigurimit është shtrimi i detyruar në psikiatri. Do t'ja rekomandoj Altin Dumanit. Ta çojmë te pesa, po ku ka i smur edhe psikiatrit i smur. Ai na smuri neve 12 vjet. Jo, mirë është i bëj ca vite burg se ai dhe të gjithë të tjerat, edhe nëse e duan Edi Ramën në burg, edhe Belinda Ballukun dhe gjithë bashkëpunëtorët, le të votojnë Adriana Kalan. Unë mendoj që Rama edhe po fut në burg do shkoj te burgu grave, se ka frikë të rritë burgu burrave. S'ka gjë, ne do t'ja plotësojmë dëshirat me harem. Dëshirat e fundit do t'ja plotësojmë. Po se këta hyn te liberalët ta ndrojnë, e ndryshojnë gjinin, po. Ne dëshirat e fundit do t'ja plotësojmë. Kështu që deri në ndrimin e gjinisë së kryeministrit në burg që do kërkojë të transferohet në burgun e femrave në Fier. Miru pafshim dhe kujtoni që këta që kanë financuar këta kanë paguar $8 milion për minj transgender. Vetëm kaq mendoni se sa na kanë ofenduar. Pjesën tjetër e dini vetë juve, voton njëshin dhe me doktorin. Doktor, e di vede, 1 orë në muaj ko manual politik
që ti mbysim ta.